Në një kohë kur teknologjia po zë gjithnjë më shumë hapësirë në jetën e përditshme, leximi i librave duket se po bëhet gjithnjë më i rrallë mes të rinjve. Megjithatë, vetë ata pranojnë se libri mbetet një burim i pasvendësueshëm dijesh dhe frymëzimi. Sipas tyre, leximi nuk është më pjesë e zakonshme e përditshmërisë së bashkëmoshatarëve të tyre, pasi rrjetet sociale dhe përmbajtjet e shpejta online e kanë zvendësuar shpesh kontaktin me librin. Adoleshentët në kohën e sotshme janë ndarë në dy pjesë, ku ata që kanë shumë qejf librin dhe përpiqen të lexojnë librat, por dhe gjithë ata të tjerë të cilët nuk e kanë më qejf pjesën e leximit. Ka shumë të rinj që nuk e preferojnë leximin, preferojnë më tepër angazhime të tjera, tip sportet, teknologjia. Megjithatë nuk do thoja që të rinjt sot nuk lexojnë. Me aq sa di unë, ka shumë të rinj që lexojnë. Për mendimin tim nuk lexojnë fare. Janë më shumë të apasionuar pas rrjeteve sociale dhe teknologjisë. Megjithatë, të rinjt që lexojnë rregullisht theksojnë se libri ndihmon në zhvillimin e mendimit kritik, pasurimin e fjalorit dhe formimin kulturor. Leximi formson atë që jemi ne, mendjet tona, artikulimin ton, botën tonë të brendshme, pasuron shpirtin, leximi të bën të ndjesh. Libri është një imagjinatë që të fut në disa skuta aq të bukura që ti kupton veten tënde, kupton disa arsye ose disa shpjegime të jetës tënde të përditshme. Është gjithçka, domethënë libri është pasuri e jetës. Vetë të rinjt japin mesazhe të qarta për moshatarët e tyre të mos e shohin leximin si detyrim shkollor, por si mënyrë për të zgjeruar horizontet dhe për të njohur botë të reja, duke theksuar se leximi është një investim për veten dhe për të ardhmen.